kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Të dashur mbështetës të Partisë Demokratike të Kosovës, në këto 4 vjet e 4 muaj si kryetari i PDK-s, bashkë kemi kaluar shumë sfida, por edhe shumë momente krenarie. Në 3 palë zgjedhje, 2 lokale dhe 1 nacionale, PDK është rritur dhe është forcuar. Unë kam marrë detyrën e kryetarit PDK-s në një udhëkryq të madh, me vetëm 5 komuna në udhëheqje dhe me 148.000 vota në zgjedhje nacionale, me 18 deputet dhe me mbështetje prej rreth 19% në sondazhe. Sot jam krenar me atë që kemi arritur, por kjo nuk është përmbushje ambicjeve tona. Kemi fituar mjaft, por si çdo organizatë politike në Kosovë në botë, kemi pasur edhe sfida tona. Megjithatë, besoj që secili kryetar e mendon njëjtë. Ditën kur e merr detyrën është edhe dita kur për herën e parë mendon se si do të largohet prej kësaj detyre. Dhe sot, pas shumë kohë reflektimi, besoj se ka ardhur momenti i duhur. Sepse një parti që beson në zhvillim, duhet besoj edhe në ripërtritje. Një leadership që kërkon ndryshim për Kosovën, duhet ketë guxim që të krijojë hapësirë për ndryshim brenda vetes. Prandaj, sot kam vendosur që t'jap dorëheqje nga pozita e kryetarit të Partisë Demokratike të Kosovës. Ky vendim nuk është as i momentit, e as nuk lidhet vetëm me zhvillimet e fundit. Është reflektim më i gjatë i imi mbi atë se çka i duhet Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Është nevoja për të krijuar një momentum dhe një mundësi të re për familjen tonë politike. Dhe si dikush që nuk ka pasur asnjëherë ambicie për të qenë kryeministër i vendit, në zgjedhjet e ardhshme unë konsideroj se kandidati ynë duhet të jetë edhe kryetari i partisë. Andaj këtë vendim e kam marrë me bindje të plotë si vendimin e duhur dhe në asnjë mënyrë se jam lodhur ose jam zhgënjur. Po sepse dua që partia jonë ta marrë frymën e re që e meriton. Çështja e drenasit është çështje që e kam adresuar, por është vetëm një fusnot në arsyet për cilat folë. Ndërsa, ju e dhatë dhe përgjigjen pyetjen e juaj. Unë jam i bindur që kandidati i Partisë Demokratike të Kosovës për kryeministër duhet të jetë Bedri Hamza, sepse jam po ashtu i bindur që është kryeministri më i mirë që mund ta ketë Kosova sot. Dhe normalisht që nëse miku im Bedri Hamza kandidon për të qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës, ai e ka mbështetjen time të plotë, sepse besoj në leadershipin e tij dhe besoj që është figura e cila mund t'i pri Partisë Demokratike të Kosovës në fazën e ardhshme. Gara është e hapur, kushdo që i plotson kriteret statutare dhe të rregullorës së konventës ka drejt me garu, ka pas gjithmonë. 2 herat e kaluara kur kam garuar s'kam pas kundër kandidat, nuk mund të them a do të ketë tash, nuk mund të them për askënd që do të garoj, por preferencën time për Bedri Hamzën nuk e mshefi përkundrazi me knatësi e bëj publike.